E nëse do të flasim për paradokse apo anormalitete, mund të ndalemi tek fakti që shiu në këtë rast, edhe pse siç thanë ekspertët, nuk ishte në sasi aq të mëdha sa të bënte dëmin që bëri, përmbyti edhe vetë shtetin në një lloj forme. Përmendim këtu burgja apo qendra shëndetësore në Durrës, të cilat mbetën në ujë. Pamje që nuk ishim mësuar të shihnim, na i ofroi Gjirokastra këtë javë, ku korrent malor vërshuan në qytetin e Gurt, i cili tashmë me shqetësimin e kushteve të motit, është i mbuluar nga balta e Gurët, pa energji elektrike dhe me shkolla të mbyllura. Qytetarët që kanë bërë të mundur pastrimin e vjes për motin, Një pjesë e mirë e vendit u përfshi nga rreshjet e dendura këtë javë, por ata që i vuajtën më së shumti pasojat ishin qytetarët e Durrësit. Dhe këtu nuk po flasim për rrugët e bllokuara, po për ata të cilëve uji u pushtoi banesat për ditë me radhë. Gjatë kësaj jave, zërin e tyre, thirrjet e tyre për ndihmë dhe ndërhyrje e kanë përcjell kolegët nga tereni në zonat e prekura më së shumti. Ka një urdhër që duhet largoheni nga shtëpia, pse nuk largohen? Largoj nga shtëpia? Po. Ku ti shoj lopt? Ke vend për lopti? Unë, jo, shteti. Ku shteti? Shteti, let një shteti të folim me let marrë lopë si kam aty, 5 kërë lopë të shojë të toka. A nuk ka ardhur njëri t'ju njoftoj? Asnjë. As ka ardhur, mas ka ashe 35 vjet. A marrë ve? Për sa kohë u përmbyt shtëpia juaj? Kur është përmbytur? Shtëpia jo në përmbyt 2016, shtëpia jo në përmbyt 2019, shtëpia jo në përmbyt 2026. Ndodhem në fakt në Porto Romano, aty ku disa familje janë totalisht në pushtetin e ujit, e tillë është banesa e familjes Prethi, ku sikundër mund të shihet prezenca e ujit ka arritur në disa centimetra, duke dëmtuar të gjithë rendit e brendshme. Është kjo situata në këtë familje, në familjen Prethi, ku uji sipas dëshmive të vetë banorëve të kësaj shtëpie ka vërshuar rreth mesnatës së kaluar dhe ka dëmtuar të gjithë objektet e brendshme dhe të gjithë të banesë. Janë disa të tilla në Porto Romano dhe sigurisht ne do sjellim të gjithë situatën ashtu siç. Dhe videot tona të preferuara, sidomos në platforma, janë ato që tregojnë momente empatie në kohë të vështira. Jo vetëm ndaj njëri tjetrit, por edhe ndaj atyre që kanë më pak mundësi se ne që të mbrohen ndaj forcave të natyrës. Ngjarjet e kësaj jave në Shqipëri janë ndjekur edhe nga mediat ndërkombëtare, një ndër to është edhe agjencia e lajmeve Reuters. Bashkëpunëtorët e saj nga Shqipëria kanë sjellë pamje të situatës nga Ferrasi. Ata ju bashkuan ekipeve në terren për të shpëtuar një grua dhe një qen. Opa. Ka kujdes. Jo, se ka pasar disa ti qem neve. Do t'i kthehemi edhe një herë çështjes së presidentit të rrëzuar të Venezuelës për të sjellë disa nga videot më popullore në platformat të kësaj ngjarje. Ajo që do të sjellim është video e parë publikuar e ish presidentit në ambientet e DEA-s. Ai shihet i prangosur me kostumin sportiv dhe sigurisht me shapka, teksa i uron efektivët në gjuhën e tyre gëzuar vitin e ri.
Night, che triste. Night. Happy New Year.